Vëllezër të imanit, jemi në vigjilje të muajit të bekuar të Ramazanit, respektivisht edhe disa ditë na ndajnë nga fillimi i këtij muaji. Koha që Allahu ja mundson njerëzve të jetojnë është një adhurim i caktuar i Allahut te bareke ve taala. Kërkohet nga ne që të adhurohet vetëm ai, askush tjetër. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Vëllezër, edhe pak ditë na ndajnë nga fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit, ku hapen dyert e mirësisë. Mirësitë e këtij muaji janë të mëdha. To mirësi janë për ne, vëllezër të Islamit. Muaji i bereqetit, muaji i faljes, muaji i largimit nga zjarri, muaji i mëshirës, kur hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe vehen në pronga djajt. Pra, vëllezër të imanit, cila është pozita e Ramazanit në fenë e Allahut. Unë e di që një pjesë e madhe e besimtarëve i dinë këto rregulla, po me qenë se jemi të obliguar, siç na ka thonë Allahu te bareke ve taala, fadhakkir fa inna dhikra tanfa al-mu'minin, përkujto se përkujtimi ju sjell dobi besimtarëve. Përderisa na jemi besimtar, nuk ka gjë të keqe që t'i kujtojmë të gjitha ato thënie, fillimisht ato ajete, pastaj edhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam për tregu për vlerën, për pozitën, vlerën, rëndësinë dhe obligueshmërinë e agjerimit. Pra, cila është pozita? Agjerimi i Ramazanit është shtyllë prej 5 shtyllave të Islamit. Farz, detyrim, obligim prej farzëve të Allahut. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besu, o ju me të dashurit e mi, o ju me të privilegjuarit e mi, sikur do Zoti me thonë siç ka kuptuar edhe sahabët këtë, mesin e tyre Ibn Abbasi, Ibn Omeri, kështu ka kuptuar fillimin. O ju që keni besu, kutiba alaykumus siyam, ju është bërë obligim, detyrim, agjerimi. Kema kutiba alal ladhina min qablikum, si kundër ishte edhe obligim për ata që ishin para jush, la'allakum tattaqun, nëpërmes këtij obligimi ju arrini pjedestalin apo shkallën e lartë të devotshmërisë. La'allakum tattaqun, dhe shaja për kryesorëve të agjerimit është që ne të arrijmë gradën e devotshmërisë. Allahu te bareke ve taala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Muaji Ramazan është muaji në të cilën filloi të zbres Kur'ani, që është hudan lin-nas, udhëzim për njerëzit, wa bayyinat, sqaruesi rrugës së drejtë, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, dalluesi së vërtetës nga gënjeshtra. Udhëzim i rrugës së drejtë, dalluesi së vërtetës nga gënjeshtra. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai që arrin këtë muaj, e ka privilegjin e arritjes këtij muaji, ja mundson krijuesi që të arrin këtë muaj, falyasum, let agjeroje. Ndërka sa i përket sunetit, nga Ibn Omeri transmetohet se pejgamberi jon alayhis salatu wassalam ka thonë: "Bunya al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjul bayti wa sawm Ramadan." Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, mbi 5 fondita, bazë që janë dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë adhurimi për Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, falja namaz, dhënia e zakatit, shkurja në hax dhe agjerimi i Ramazanit. Ka konsenzus, ka ixhma të ummetit islam për obligueshmërinë e agjerimit. Çështje e zgjidhur njëra për gjithmonë. Nuk e vën pa ose ndyshim këtë muaj një musliman. Dhe është një nga 5 shtyllat e Islamit, siç dihet nga domosdoshmëria e fesë. Pra, o domosdoshmëri e fesë së Allahut. Po cilat janë disa nga vlerat e Ramazanit do t'i përmendim sot për të lënë ditëve në vazhdim dhe
hutbeve në vazhdim dhe ligjëratave që do të vinë në këtë muaj të bekuar dhe nuk mund të përmendim të gjitha ato mirësi dhe ato perla që i nxjerrin nga muaji i bekuar, po do të mjaftohemi me disa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron muajin Ramazan me bindje, me iman dhe duke shpresu në shpërblimin e Zotit, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen gjunat e kaluara. Men qama Ramadanin imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet për të fal 5 kohë namaz, e këtu ka për qëllim namazin e teravis apo namazin e natës me iman, duke shpresu në shpërblimin e Zotit, i falen gjunat e kaluara. Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet për të falë në natën e kadrit me iman dhe duke shpresu në shpërblimin e Allahut te barekuhu ve taala, i falen gjunat e kaluara. Ka thënë Ibn Taymija, Allah e pasmëshiru, bi anna Allah shara dhalik, Zoti e ka legjitimu, wa aujaba, e ka detyru, wa radhiya, e ka dëshiru, wa amara bi, dhe ka urdhru për të, dhe ka urdhnu për agjërimin e Ramazanit. Hadithi tjetër, an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Nga Abu Huraira transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e potencon një hadith kutsi, fjalët e Zotit nëpërmes gjuhës së pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm. Çdo punë i birit Ademit i përket atij, përpos agjerimit. Fa innahu li wa ana zibi. Ai përket mua dhe unë shpërblej për të. Ai përket mua dhe unë ja vlerën dhe unë i shpërblej robrit e mi. Nuk ka caktuar numër se sa është shpërblimi. Wasiyamu junna. Agjerimi është mburoj. Fa in kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfath. Kush e arrin këtë muaj, kush futet këtë muaj dhe agjeron këtë muaj, fala yarfath, mos bëj gjëra të turpshme. Si ka hije muslimonit me bon Ramazan gjona të turpshme, që je marre një muslimonit vërtet me bua si gjëra. Fala yarfath, wala yaskhab, mos vërtet këtë muaj. Ta ul pak zonin këtë muaj, mos buj mshirës, buj rahmetit. Pra dikush, sidomos ata që e pinë duhanit, vrehet kjo pa edukatsi. Falni që pe potencoj këtë shemë, ata kujtojnë që krejt bota ju ka faj, pse e pinë duhanit, tash du të me bërtit në përshme, pra du të me ullë zëri. Wala yaskhab, mos vërtet, wala yajhal, mos t'i njëraj tjerë. Unë jam agjeru, sa dikush jem une, i njëran tjerë që si njën, jo, ti agjeron për veti, wala yajhal, mos i njëran njerëzit, pa nevoj, mos i njëran. فإن شاتم أحد أو قاتل فليقل إني صائم مرتين. Nëse dikush e shan, nëse dikush e vyen, apo don ta luftoj, ta godasat gjajshën me të, sjellët në një formë jetë mirë me të, le t'i thotë atij dy herë, inni saim, unë jam agjerues. Walladhi nafsi Muhammed biyadi, pasha atë që shpirti Muhamedit është në dorën e tij. La qalbu famu saim atyab inda Allahi yawm al-qiyamah min rih al-misk. Goja e njeriut agjerues është më e dashur në ditën e gjykimit se sa era e parfimit. Wali saimi farhatan, agjeruesi i ka dy gëzime, yafrahuma, dhe gëzohet për këto dy gëzime, idha fatara fariha bi fatrihi wa idha laqiya rabba fariha bi sawmihi. Gëzohet kur të vjen iftari dhe gëzohet kur ta takoj Zotin e tij ditën e gjykimit para xhimit të tij. Gëzohet për iftarin, e bën lutit sinqert. Dhahaba dhama, iku etja, wabtal al-uruk, o lagën damar, wa thabata ajru insha Allah. Dhe arrit shpërblimi me lejen e Allah. Iku etja, iku unja, u lagën venat, po fillon trupi me marr veten si duhet, dhe arrit shpërblimi me lejen e Zotit. Kjo është një prej lutjeve që besimtarët e sinqert nxjerrën nga thënët e Muhamedit alayhi salatu wasalam e bën gjatë këtij muaji. Al Suhejl ibn Sa'd an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil janna baban yuqal lahu Rayyan. Në xhenet ka një derë dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam që ka emrin Rayyan. Yadkhul minhu sa'imun, në të do të futen agjeruesit,
yawm al-qiyamah, ditën e gjykimit. La yadkhul minhu ahadun ghayruhum, nuk futet nga kjo derë askush përpos tyre, domethënë përpos xheruzëve, u yuqal para se të futen, do të thotë kjo derë me lejen e Zotit, ejna saimun, ku janë agjëruesit, fe yaqumun, ngritën, çush janë unë ngritën. La yadkhul minhu ahadun ghayruhum, dhe nga kjo derë nuk futet, nga kjo portë nuk futet në xhenet përpos këtyre që janë xheruz, fa idha dakhala aghlaqa falan yadkhul minhu ahada. Dhe kur futen banorët e xhenetit, mbyllen këto porta, mbyllen këto dyrë dhe nuk futet askush tjetër përpos xheruz. Hadithin tjetër e sjell Abu Huraira radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal idha jaa ramadan futihat abwabul janna. Ku të vije fillimi i muajit Ramazan, hapen dyert e xhenetit. Wa ghulqat abwabun nar, mbyllen dyert apo portat e zjarrit të xhenemit, wa suffidat shayatin, dhe prangosen djathtë. Çka i vjen kjo hapen dyert e xhenetit? Hapen dhe mundësi për më arrit të xhenetin më të madh. Dhe ghulqat abwabun nar, mundësia që xherusi me fitu zjarrin e xhenemit është e pak, sepse ajo është një ibadet, në taat, në xherem, në adhurim, namaz, zakat, sadakat, e në gjitha ibadetet që i bën me lejen e Allahut te bareku teala. Wasuffitat shayatin, prangosen shejtan apo e gjin e rebelluar. Domthon nuk kanë mundësi veprimi që kanë mundësi veprimi gjatë muajve të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bonte një lutje dhe mes tëra shtonte Allahumma inni as'aluka al-huda, o Zot, me udhëzo, wat tuqa, wal afafa wal ghina. O Allah, vetëm ty të lutem të na udhëzosh, bëheni të devotshëm, të moralshëm dhe të pastër në shpirt. Prandaj ky ibadet kërkon pastërti shpirtërore, sikundër kërkon edhe pastërti trupore, e kulma të son, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salatu wassalamu i dërguar të dërguarit ton alayhi salatu wassalam. Për ka është obligim agjerimi? Ka konsenzus të ummetit islam se agjerimi është obligim për muslimanin. Kush e ka ai që don më fut në këtë muaj me qenë muslim, aqil, i mençur, i shmendri del nga kjo. S'ka mand, s'din çka bën, s'din ai se ka obligim agjerimi. Pra, musliman i mençur e din çka po vepron, e din se përkon pa adhurat, al-baligh në moshën e pjekurisë. A ka obligim agjerimi? Po tash pyesim, i musliman po, i mençur po, në moshë pjekurisë ke hi, po vërtet ke hi po. Sahih, i shëndosh, nuk i ndonjë smundje që të pengon nga agjerimi, një smundje e cila ta vështirëson jetën, po e ki edhe këto në rregull. Mund të i vendas, jeni udhtim të larg, nuk e ki obligim, e kompenzon në ditë tjetër. Wa yajibu an yakuna al-mar'u tahir min hayd wa nifas, dhe për gratë është obligim që ato të jenë të pastra nga të përmujshmet dhe lehonia. Pra, nga menstruacioni dhe lehonia. Ato do t'i kenë këto dyja të pastra. Sa i përket musliman, Allah po na drejtohet, ja ju alladhina amanu, o ju që keni besu, o ju musliman, kutiba alaykum as-siyam, është bërë obligim agjerimi. Pra, je muslim. Sa i përket çështjes aqil baligh, i mençur dhe moshën e pubertetit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufiya qalaman thalatha, ngritet lapsi, nuk shkruan lapsi për 3 kategori njerëzish. Në mesin e tyre an mejnun, për të çmendurin, hatta yaqil, domethënë deri i çmendur derisa të vinë mend. Në gjumë që është an naimen hatta yastayqidh, ai për gjumosi ose në gjumë që të thellë derisa të dëgjohet. Wan sabin hatta yahtalim, edhe për fëmijën e vogël derisa të në moshën pubertetit. Sahihul muqim, sa i përket çështjes i shëndosh dhe vendas, Allahu thot men kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kush është i semur apo në udhtim, le ta zëvendësojmë një ditë tjetër. Kështu thot Allahu te barekuhu ve teala. Wal hayd wal nifas, sa i përket menstruacionit dhe lehonisë, tregon Aisha radhiyallahu anha, kur ka qenë koha e xherimit, as kemi agjeru, as nuk kemi fal. Fa dhalika naqsanu dinina. Kjo është nga dobësia që kemi në fenë tonë. Ana Aisha qala kunna nahidu ana ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa yudhan bi qada'i as-sawm.
kemi pas të përmujshmet apo levonin dhe e kemi pas kompenzu pasi që jemi pastu. Nga rahmeti i Zotit nuk kompenzohet namazet në të cilat janë të përmujshme. Djetarët nga selefi janë lutur kështu: Allahumme inni esaluku l-janna, o Zot e kërkoj xhenetin, ma uqarribu alayhi min qawli wal amal, ajo që më afron me thënie dhe me punë, wa a'udhu bika min adhabin nar, kërkoj mbrojtjen e Zotit nga dënimi i zjarrit, ma uqarribu alayhi min qawli wal amal, ajo që më afron, wa a'udhu bika kërkoj mbrojtje e Zotit, ma uqarribu alayhi min qawli wal amal, ajo që më afron me zjarrin, me thënie edhe me vepër. Pra Allah më mbrojt nga zjarri i xhenemit. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة.